Për vite me radh, komunat shqiptare u lanë në margjinat e investimeve, ndërsa projektet zhvillimore vareshin nga interesat partijake dhe jo nga nevojat e qytetarëve. Sot kjo logjik po zëvendësohet me një qasje të re, thuhet në një komunikat të Vlenit, duke shtuar se fal angazhimit të Vlenit në qeveri, 306 projekte po ndryshojnë pamjen e komunave shqiptare. Sipas tyre, ky nuk është vetëm një numër, por dëshmi se fondet publike po orientohen aty ku ka nevojë për zhvillim dhe jo aty ku diktojnë interesat politike. Vlen përmes komunikatës thotë se vetëm gjatë ditëve të fundit, 4 komuna të udhëhequra nga Vlen sollën 4 investime të rëndësishme infrastrukturore. Në Tetov u promovua rruga Sami Frashëri, në Zhelin u përfundua rruga Debërc Çiflik pas më shumë se 3 dekada shpritje. Në Bogovin nisën punimet për rrugën Rakovec-Bogovin, ndërsa në Dibër vazhdojnë investimet në rrugën Fuat-Dibra. Këto investime, sipas Vlen, tregojnë se me një qasje të përgjegjshme, vullnet politik dhe bashkëpunim institucional, projektet nuk mbeten më në letra, por shndrohen në vepra që japin ritëm zhvillimit lokal dhe krijojnë kushte më të mira për jetën dhe ekonominë. Krijuam një standard të ri, thon nga Vlen, ku sipas tyre punët tani maten me kilometrat e rrugëve të ndërtuara, me projekte që nisin dhe përfundojnë, me investime që prej vitesh ishin bllokuar e që sot po realizohen njëri pas tjetrit. Më pak propagandë, më shumë rezultate, më pak justifikime, më shumë përgjegjësi, më pak fjalë, më shumë punë, zotohen nga Vlen duke shtuar se rrugët që ndërtohen nuk janë vetëm infrastrukturë. Janë dëshmi se ka përfunduar koha kur zhvillimi diktohej nga interesat partijake. Sot vendosin projekte, puna dhe nevojat e qytetarëve, thuhet në komunikatën e Vlen.